shkon vetë në kufi, kërkon takimi me palë një Jugoslave, po jo me këte për të rregulluar piramidat. E në fundi bie në gjurmët e këti ashtu dhe krijon një bindje. Shkon kap edhe ndihmon ish zëvendësimiti Gjule Çiraku, që i flet me konsiderata, u shoh dhe dokumentat e. Po ke bindje ti, thosë se ky është një specialist më të mirë. Ke bindje ti, po diçka të ka ndodhur, ose punojnë apo bëjnë një gjë, nuk di çfarë. Po çfarë duhet? Duhet një aparatur, bien dakord, bien një aparatur që ndodhesh në institutin e Fierit, në ato shpëtimin në puzët e naftës, e në tokë. E kërkojnë i thonë Kadri Osvi, më atje është vështirë, ose nuk jepet, ishe vetëm një aparatur që nuk lëvizte. I duhet thënë Mehmetit, Mehmet Shehu, i thonë dhe Mehmetit në libër, që kështu është edhe shkajsat kërkesa. Kemi një situatë në kufi, po situata del aty ç'ishte, se s'është bërë deri në fund publike kjo. Mehmeti komunikon me Enverin, del në fund Enveri, i qartë komunikimi. Ja thot Mehmeti Enveri. Patjetër, marrin aparaturën e çojnë, shikojnë që ka shpërthime, po se si janë që shtënë. Vazhdon një histori 2-3 vjet pastaj, kërkojnë bejleta, shkesa zyrtare. Pse 2-3 vjet? Ato punonin atje, po jo s'ka gjë, s'pranonin gjë Jugoslavët. Po do në ju thanë Jugoslave që juve... Po, more ka diçka Dhe ata thonë jo s'ka si gjë, ne kemi këto. Po si zgjatë 2-3 vjet? Kërkojmë mbledhjen e komisionit zonal Dypale, shtakohen. Komisioni 5 veta nga Jugoslavia, 5 kanë. Ky ishte i qeverisë këtu dhe një Skënder Dede me specialistët tanë, më të mirë. Po më them se më tepër se specialistë ishin të... Qartë, dhe çfarë konkluduan ata? Ishte 2 drejtori dhe i përgjesi me... Jo, se do t'i themi këto, se kam dhe foto, po çfarë konkluduan këta 2 komisionet? 2 komisionet bën, jo s'ka gjë, s'pranohen, ne do shohin në vend. Bën letra në institucionet ndërkombëtare në atë kohë, se jeshtë, e detyruan të pranonin. Ja, ka qenë një grup këtu, kemi mbaluar, po vajtën atje. Vajtën e pan. Do të thonë çfarë kishte ndodhur? Ata kishin hapur një galeri. Galeri miniere pa qenë në faqen e parë librit të galerisë edhe policët dhe nga ana e Jugosllavisë dhe shfryzonin nga brenda tokën tonë. Kishte kufime për ta, ato vazhdonin punën këtë anën tonë, kishin futur në tokë, në thellësi. Dhe sa galeri kishin bërë? Unë nuk e di se nuk jepet galeri aty, po ku shfryzohen, nuk shfryzohet vetëm drejt. Sa vjet e kanë shfryzuar? 4 vjet, po, 5. 4 vjet. Po. Ua, dhe çfarë bën me këtë mineral? Po e mineral çoni Jugoslavi, po ku e çon do të them më vonë pastaj, ku kishte vajtur, se u verifiku kjo zonjë. Shkojnë drejtuesit e delegacionit jugoslav që bëjnë takime shumë palçe, 2 palçe, ishin të 2 shqiptar, 2 më të marrë. I madhi nga Kosova, ish zëvendësministër, i UDB-s, koloneli UDB-s. Kosovar, ë? Kosovar, pra. Një Burhan dhe një Burhan Kavaja, edhe një tjetër zë nga Burreli, me origjinë. Ky lindur nga Kavaj, familjarët e tij të parë. Dhe ikur në Kosovë. Ishte më i egri, nuk pranonte gjë dhe më luftëtar i Palacit Kosovë. Po. Ua. Arrin më së fundi e vërtetojnë këtë që është hap miniera, po pak këtu, pak atje. Po me sa duket, unë nuk jam specialist, dhe aty nuk del, nuk them. Ky është një skandal. Shfryzohet në tokë, ndoshta 100 metra këtej, 100 këtej, nuk e di se si shfryzohet galeria. Kishte sasi të konsiderueshme. E pranuan. Ta jap përfundimin ç'a ndodhi pastaj me detaje. E pranuan, ne kemi pranuar, atëherë do ta shohim. E bën atë. Po ndërkohë kur e pranuan, bëhet ndërja e fundit, vajtën matën në vend. 2 palësh. Pasi e pranuan, do ulin jatësin, nuk është 2 metra më pak, 2 më shumë, historia, jo kaq tonë është përdhuaj, kaq palët me jarë tjetër. Sa kron bëhet fjalë? Bëhet fjalë, nuk e di me mira tonë, po në vlera shumë 20 sa milion, 200 sa milion, duket euro atë në atë kohë, 20 milion euro, dollar. 20 milion dollar. 20 milion dollar. 20 milion dollar. Nuk e kam saktë shifrën, po shumë e lartë. Po nuk ka në këtë kohë, po bëhet fjalë për dollar në verën asaj kohe, si duket ato. Nuk e kam saktë shifrën këtu, kanë mos i ndjerrim shifrat, nuk pa kanë se kanë shifrat. Edhe e pranojnë